kohën që gjendja e punëve periodhe ishte e tillë, Skënderbeun po e grishte fati për lavde të reja dhe për një armik të ri në Apuli. Ukraina e Italisë tani më shembull fort bindës i punëve njerëzore dhe prove gjallë për qëndrueshmërisë së fatit. Po tronditej nga hera prej armëve dhe sundimtarëve të huaj, pa qenë e mbrojtur sa duhet nga dora e fortë e askujt. Dhe ja pikërisht në këtë kohë, i zhvajtur nga Galia me një ushtri shumë të madhe, Duka Johan, biri i mbretit Renat, duke kërkuar që ta anekson atë mbretëri, në pas të një farë së drejtë trashëgimnare. Për këtë arsye, ai nisi edhe luftës, në cilën sapo e kishte ndezur dhe me fatin e mirë që pati, brenda një kohe të shkurtër. Ishte bërë gati kudo zot me anë të armëve dhe ja kishte rëmbyer nga duart mbretit Fernand. Të rrethuar për turp, pothuaj tërë fuqinë dhe gjithë shpresën e sundimit. Por që fillimi i kësaj lufte të mos mbetet i paqartë. Si dhe arsyeja e gjithë atyre grindjeve, cile edhe Italinë e mbajti në ankth për disa kohë, edhe sundimtarët më të mëdhenj të krishterëve tronditi për shumë vjet. Ua më duhet në këtë rast të shkoj më tutje dhe t'ja nis me një farë mënyrë tregimin të ngjarjes që nga fillimi. Në mbretërinë napolitane, në kohën kur katedrën dhe fronin e Shën Pjetrit e drejtonte Papa Urban i VI. Ishte zot në një farë Joane, e para, si thon, dhe këtë emër me komsi e Piriote, dhe mat dhe Dursi. Në mbante anën e pseudo papës Klement, cili ishte zgjedhur në detyrë supreme, liftërore, as me mënyrë katolike, as sipas zakonit, dhe e përkrahte fort atë. Prandaj Urbani thiri kundër saj për ndihmë mbretin e Hungarisë, Karlin, i cili u hodh në Itali me një ushtri shumë të fuqishme, dhe e la Johanën pa mbretëri dhe pa jetë. Pas kësaj thonë se Karli, pasi e fuqizoi dhe e qetësoi atë mbretëri, me anë të autoritetit apostolik. Menjëherë, sapo u kthye në Hungari, diqi elmatosur. Bënin e tij si mbret e zuri biri Vladislav, i dëgjuar, e trim në luftë. Ky pasi nguli mirë këmbën në Hungari dhe në mbretërinë atëror. U hodh fluturimthi me ushtri në mbretërinë e Apulisë, të cilën e shtiu në dorë dhe jetoi e mbretëroi për një kohë të gjatë në qetësi e në paqe. Përgjërsa synimet e njerëzve janë pa anë e fund dhe të ndryshme, ai duke marrë përsipër nga fati që jeste dhe duke mos u kënaqur vetëm atë mbretëri e gjendje, si fort lakmitar për pushtet që ishte, e hodhi mendjen e fluturoi më gjëra më të larta. Ai kishte vënë për qëllim vetes dhe kishte vendosur që të shtinte në dorë pushtetin e Romës dhe të gjithë Italisë. Për këtë ai së pari nxiti popullin e Romës në kryembitje kundër Bonifacit, kryevalltarit të nëntë të qytetit. Hyku nga qyteti dhe u tërhoq në Viterbo. Por megjithatë, nuk mundi të hynte në qytet, as ta shtinte në dorë, siç e kishte menduar, për arsye se i kundërshtoi pjesa më e madhe e popullit. Por pastaj në kohën e Gregorit të 12, duke gëzuar një simpati më të madhe të popullit, nga mosprania e papës, u lëshua mbi qytet dhe e pushtoi atë me sulm që bëri. Pas kësaj shkoi edhe më tutje dhe po përpiqej të fuste në zgjedh Firenze. Fiorentinët, të cilët ishin mësuar të jetonin në liri dhe nuk donin në asnjë mënyrë të mbanin zgjedhjen e sklavërisë. Me anën e një birgjëreshe të re, me të cilën mbreti Vladislav kishte marrëdhënie të ngushta, e qëruan atë me helm dhe në këtë mënyrë çliruan nga frika dhe tirania veten e vet dhe mbari Italinë. Pasi mbreti Vladislav, i cili është quajtur Popolorçe, edhe lansi legal, dhe i cili sundoi për 29 vjet në mbretërinë e Apulisë, i lau kështu e sapët me jetën, pa lënë fëmijë. Mbretërinë e shtiu në dorë motra e tij Joana, e cila i zuri vendin pas vdekjes.
Dhe shtyr nga këshillat e disa princerve dhe nga nxitjet e miqve, u martua me kontin Jakov Piçenin. Por ky shumë pak kujdesej për mbretërinë sipas vullnetit të saj. Prandaj ajo i dha mundzën dhe e përzuri nga mbretëria. Kështu ajo mori vetë përsipër barën e mbretërisë dhe e mbajti për disa kohë, derisa po ata princa e dukë të mbretërisë, të cilët e quanin të padrejtë sundimin e një gruaje dhe të padenjë të ishin pa mbret. I kërkuan me lutjet më të zjarta që të zgjidhte ndonjë burr, atë që ajo do të shikonte më për interes të shtetit dhe për sundimin e të cilit ata të mos dinin të penduar dhe ta bënte birë në shpirt. Pa ludonte zemra për këtë punë Alfonsin, mbretin e Aragonës, me palë të tjeru a kishjo më pak qefi, Ludovikun, Dukon e Andagavëve. Dhe sa për këto po fliti me të madhe dhe po shpreshin ndërkohë mendime gjithfarsh për shkak të mospatimin në fjalë të dëshirave. Alfonsi, burr sigurisht me mendje shumë të lartë dhe princ shumë i dëgjuar i saj kohe, cili veç kësaj e kish marrë vesh punën dhe e dinte fare mirë. E ish gatuar për këtë qëllim, ja mbriti i pari fluturim si Napoli, dhe kështu, me që si shton i pari e ka zakonisht edhe fatin më të mirë. U pranua për birë nga mbretëresha pas një lutë. Por me kalimin e kohës, me që punët njerëzore, zgjenjë kur qetësi, i luan të lindin së pari me disturje gritje. Pastaj këto u rritën aq shumë, pa që nga urrejtja për herë edhe më e madhe, me të cilën ishin ata ndeznin zjarret dhe luftrat më të mëdha. Por Alfonsi, i cili me plot të drejtë ishte mbushur me mëri dhe mbahej nga simpatia më e madhe e popullit, dhe i cili nuk mund t'i duronte gjithë këto poshtërsi, e rrethoi më në fund mbretëreshën në qytetin e Napoli. Ajo kishte ardhur fundi i mbretërisë së mundur. Dhe pushteti suprem dërgoi menjëherë në Gali delegat bashkë me letër për të ftuar mbretin Renat, të vllain e Ludovikut, që të vraponte sa më shpejt me forcat ushtarake. Për t'i dhënë fund rrethimin në fjalë, duke i premtuar njëkohësisht në bazë të së drejtës së adoptimit edhe sundimin e Apolis. Si u gadit një ushtri e pazako dhe forca gale shumë të mëdha, Renati u tul Sicilisë dhe Apolis, duke e shpëtuar mbretëreshën me lehtësi nga rrethimi. Menjëherë pas kësaj, ai u pranua birë në shpirt prej saj, dhe u caktua trashëgimtar i gjithë mbretërisë. Jo shumë kohë pastaj, Alfonsi, duke pasur parasysh se si mbretëresha që kishte vdekur, si Renati, ishin përzirë në punët e mbretërisë, nisi kundër këtij një luftë shumë të madhe, e cila zgjati për 4 vjet. Dhe më në fund, me fatin që tani i qeshi, e mundi atë dhe e përzuri nga mbretëria. 22 vjet jetoi ai pas kësaj, dhe kur më në fund po vdiste, la me testament si trashëgimtar në këtë mbretëri Ferdinandin, djalin e tij të vetëm, megjithse jo legjitim, as të mirëpritur në popull, por të dashur për mbretërinë e fortë të shquar në punët e luftës. Këtij ja forcoi pushtetin edhe Papa Piu në autoritetin e vet apostolik. Me të marrë vesh kjo gjë, Johani, i biri i Renatit, dhe farefisi mbretit të Frengjeve, Ludovikut, duk në atë kohë, i Andagavëve, mblodhi me të shpejt një ushtri të mëmasë, dhe atë numër shumë të madh forcash, lëshua me flamur të shpalosur kundër Apolis. Bashkë me të, vinte nga pas me forca të shumta dhe me ushtri mercenare, edhe konti Jakov Piçenini, mendje preth dhe i dëgjuar në ato kohë, për aftësitë dhe vepra luftarake, të cilat i që besuar komanda e gjithë ushtrisë. Atje ai, pasi i kalli vendit kudo frikën, dhe zhyti në përshqellim, papritur mori brenda një kohë të shkurtër në besë, po thuaj gjithë mbretërinë, sepse me anën e tij, duke i kthyer armët mbretit, u hodhën princi Tarentin, Veziganëm, Ruzan, Soran Ateas dhe Salerin, veç këtyre duka i Venozës, markezi i Krotonës, konti i Campobasos
dhe pothuaj të gjithë bujarët e Sicilisë dhe të Daunis. Përkundrazi pas Ferdinandit, shkuan duka i Danit, bashkë me dukën e Melsës, konti i fundit bashkë me kontin Arianit dhe të Matalunës. Gjithashtu, Karafët, Diamedët bujar Napolitanës dhe pak të tjerë. Këta të gjithë pas ju gaditën të armatos nga të dy anët për luftë, vrapuan në fushën e Sarnit, të cilën kishin zgjedhur për betejë, me të arritur atje. Vendosën e rjeshtuan të dy palët radhët e ushtrisë. Dhe u përleshën e bën një luftë shumë të madhe dhe të ashpër, që zgjati gjerë vonat e ditë. Dhe vrarët nga të dy anët qenë të shumë. Në fund fitore qëndroi pranë galëve dhe kontit Jakob, kurse Ferdinandi, i cili mori aratim, duke lënë kampin e Stermit, shkoi me fare pak të tjerë në Napoll. Kur e mori vesh këtë piu i dytë, aso kohë shtylli lirisë romake dhe e fesë së Krishterit. Të rëmbur se mosgalët do të pushtonin mbretërinë Napolisë. Të mburur si zagonisht nga fitoria, do t'i trembnin Italisë lirin, bëri që bashkë me Francesc Sforza, dukën e Milanit, i dërgonin për ndihmë mbretit me forca shumë të mëdha, Federico, Urbiantin dhe Aleksandër Sforza. Kur këta hynë në Abrutuim, kur doli me vrull përpara, bashkë me forcat gale, konti Jakob, dhe në një vend pranë qytetit, cili quhet i Shën Fabianit, nisi një luftë shumë e madhe dhe një përleshje të tërbuar, në të cilën garën i shpartalluan armiqt dhe ja arritën një fitore të shkëlqyer, megjithse jo të papërgjakur. Kur e mori vesh këtë mbreti Ferdinand, i cili vazhdonte të qëndronte në Napoli, i tërbuar se mos atje po e rrethonin galët, la për mbrojtjen e qytetit mbretëreshëm, ndërsa vetë, me që nuk mund të bënte ballë armëve gale dhe të brendshme, njëkohësisht shkoi të bënte ballë armëve gale. Me pak forca në qytetin e Barit, pasi e kishte humbur gati tërë mbretërinë. Por Piccinini, kur dëgjoi për ikjen e mbretit, la në Abrutium një roje të fuqishme, me qëllim që të mos i dilte që andej ndonjë armik i ri, dhe u nis fluturimthi me forcat për në Bari, ku ishte Ferdinand. Një kohë, veç Papa Piu, bashkë me Sforza, dukën e Milanit, ishin mbledhur një ushtri të re, të cilën e dërguan për ndihmë te mbreti Ferdinand. Por duke qenë se rrugët ishin mbyllur dhe shtigjet zën nga armiku, pare pak mundësi kishte të kaloni. Një hall edhe më i madh e zuri atëherë Piu. Prandaj, duke menduar se ishte nevoja për ndonjë trimëri dhe kapetan të gjuar të jashtëm, vendosën një zëri të gjithë të thirrej Napoli bashkë me ushtrinë e tij Skënderbeu, princi e periudhëve dhe maqedonësve, me emër fort të madh, dhe përkrahasi vetëm i Selisë së Romës, jo i panjohur pastaj edhe për vetë Ferdinandin dhe miqësinë e dikushme me tjatin e tij. Kaq shumë peshë që kisha i far buri, dhe me të vërtet, duke ardhur nga ana e detit, ai s'mund të pengojë prej armikut, por do t'u hapte kur ta donte puna, rrugën forcave që vinin nga Italia. Prandaj, nuk mund të mos çuditesh në këtë rast dhe të mos zëmërohesh me mosmërnjohjen e shkrimtarëve kundër burrave të dëgjuar, të cilët e gjithse kësaj lufte i kanë dalë hakut, me zell të madh në çdo anë, për Skënderben zjen të kenë thënë asnjë fjalë, sikur ai të mos kishte qenë mbështetja më e madhe e kësaj lufte, dhe shpëtimtari e çlirimtari vetëm. Ndërkohë të deleguarit e Papa Piut, të Sforzës dhe të mbretit Ferdinand arritën bashkë me letrat tek Skënderbeu, të cilin po e nxisnin dhe po i luteshin që të vraponte, të i hidhej përtej, bashkë me ushtrinë dhe forcat për të çliruar dhe mbrojtur Ferdinandin, mikun e tij. Skënderbeu si përkrahas i flakti i Selisë së Shenjtë apostolike që ishte, duke mos haruar veç kësaj, miqësinë e mbretit Alfons, me të cilin ishte lidhur me një dashuri shumë të madhe. E pranoi dhe e mori me gjithë zemër përsipër, e ta shpinte këtë detyrë dhe punë gjërë në fund.
me një ushtri lule djemsh e të fuqishme. U hodhe mbërriti me të shpejt në dauni, përpara se të largohej nga mbretëria, rast sa me kujdes dhe me urtësi, dhe shpejtësi në ujdi me Mehmetin, fundimtarin e turqve, dhe bëri me të armpushim për një vit. S'ka dyshim se ai rregulloi dhe siguroi ashtu. Zgjedonte puna edhe gjithë çështjen e tjera të pushtetit të vet. Drejtimin dhe mbrojtjen e të cilit ja la në dorë gruas dhe disa miqve nga paria. Pas kësaj ai dërgoi përpara në Siqili, në pjesën që është rreth farit. Goikon, një prej motre, buri dëgjuar dhe trim në luftë e në punë, bashkë me 500 kalorës të cilë, për ta sulmuar armikun më parë që andej. Pastaj, pas shumë lutjesh dhe të falurash, bërë Perëndis për fitoren dhe për shpëtimin e vet dhe të vetëve. Nisi përpara ushtrinë për në anijet dhe trinjremit që Papa Piu bashkë me Dukun Sforca ishën dërguar nga Italia për ta hedhur Napoli, pjesërisht në limanin e Durrësit, pjesërisht në Akrolisos apo në Media. Në gjirin e Rizonit, pjesën tjetër të forcave e mori me vete për në anijet. Dhe që andej në Rigus, por përpara se të kaloj. Riguza, cilën me një emër tjetër e thërisni, Epidarium, është një qytet që ndodhet si shupël qendisave në Liburin, pranë detit, me një vend anjesht dhe një liman mjaft të përshtatur. Kur Skënderbeu mbërriti në Ragus, u derti gjithë qyteti dhe i doli përpara një mizëri populli për ta pritur e duar trokitje dhe gëzim shumë të madh. I përcjellur prej tyre, ai hyri në qytet dhe u prit me nderime dhe bujari. Të nesërmen, pasi u bë sipas zakonit, premtimi zyrtar dhe ceremonia fetare, lira qyteti rreth e beqar, ndërsa ditën tjetër vazhdoi duke vizituar arsenalet navale. Pështjellën dhe gjithë fortifikimet e qytetit. Dita e 4 për të kundrazi, kaloi me lodra të ndryshme dhe me sehire gjithfarë. Të nesërmen, e shpunë në senat, u nderua me shumë dhurata të ndryshme, dhe ku lavdërua zyrtarisht para mbledhjes nga një far Davidi, shkrimtar Raguzian, i cili ju drejtua Skënderbeut si shon me këto fjalë plot lavdi. Nuk e di o princi i nderuar Skënderbe, se qyll mund të dilte dhe të duke sot më i ndritur e më i shkëlqyer për qytetin ton dhe për popullin e Raguzës, se ç'diell mos bezullonjës e shhyni më mirdashëse dhe më përkrase se sa pamja dhe prania jote plot mirësi. Me të vërtet sot, ku të hyre në qytetin ton, çdo gjë ndriti, e shkëlqeu për ne, çdo gjë u kthye në gëzim e lumturi. Qielli i rësuar dhe i mbuluar me re, u kthjellua. U ndrit e u bë pasqyrë nga pamja jote. Toka gjithashtu, u ti po shkelnje në të. U duk se nga zëlloi